çka jem të bo na? Jem duke kërku me u bo funksional kuvendi. Është duke u shkel Kushtetuta e Republikës Kosovës përkatësisht në 166 dhe akt vendimi i gjykatës kushtetuese, që parashe se kuvendi do të më bo funksional mrena 30 dite, prej ditës kur bëhet certifikimi i rezultatit. Mrena 30 dite kuvendi do të më bo funksional. Çka i bie më bo kuvendi funksional? Mu u zgjedh kryetori i kuvendit dhe nën kryetorët. Lëvizja vendosje, që i ka fitu numrin më të madh votave, dhe ne kem pranuar rezultatin e 7 qershorit. E kon mundësinë dhe e kon numrin e mjaftueshëm tulceve për kryetorët të kuvendit edhe nën kryetorë. Rrjedhimisht i bie më bo funksional kuvendi. Çka janë të bo ata? I kanë thirrë 2-3 seanca, fillimisht seancën konstituive kanë thirrë ditën e fundit, pra nuk kanë thirrë as ditën e dytë mas certifikimit, as tretën, as 7-ën, as 17-ën, por kanë thirrë ditën e fundit. Neglizhencë totale. Dhe në seancën e parë e kanë kryesuesin, për shkak që javën e dehori është më shumë dhe rregulloria parashit që ai që është më shumë e kryeson seancën konstituive dhe ka drejtën me thirrë seancën dhe me ndërprej. Po mbi to është rregulloria e punës të kuvendit, e kanë ndërprej seancën jashtëligjshëm dhe nuk po e thret seancën jashtëligjshëm. Pra është duke shkel rregullorën e punës të kuvendit, rregulloria e punës të kuvendit është ligj. Ai duhet me thirrë seancën. Tash, cilat janë mosat që i parashet gjykata kushtetuese nëse pasi që nuk është funksionalizuar kuvendi mrena 30 dite? E dim që nuk ka pasojë. Po kushtetuta thotë qartë, kuvendi duhet më u funksionalizu 30 ditë pasi që të bëhet certifikimi i rezultateve. Dhe jem në shkelje kushtetuese e para, e dyta, kryeministri dhe 17 ministra të tij, mbos ligjit qeverisë. Ditën që vjen me u betu si deputet, duhet me dhënë ndërheqje prej pozitës ekzekutive, përkatësisht kryeministra ose ministra. Çka kanë bëu ata? Janë ardhur mbetu për deputeta që shumë betuan, kanë votu për prezencë që shkon votuan, ndërsa anën tjetër ata vazhdojnë me konaj kryeministra ata ministra. Tërës është jashtëligjshëm. Ligjin e qeverisë, në 26, pikën e këshërën e shine tërës është jashtëligjshëm. Dhe e treta shkelje, rregulloria e punës të kuvendit, që parashe seanca konstituive, prej momentit kur fillon, nëse eventualisht ndërprehet, vazhdimi do të më thirrë brenda 48 orëve. Dhe çka jem të bona? Jem duke dërgu kërkesë avni dëhorit çdo 48 orë, dhe secili subjekt politik që është e përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, po shkojmë seancë, nuk po vinë, nuk po thirrën, nuk po përfillen, edhe në anën tjetër bëjmë aksione te dera e qeverisë që me prit deputetin Albin Kurti që ka uzurpu zyren e kryeministrit, me thonë o zotni si deputet, jetu e shke ligjin, kena me të bo kallëzim penal për këtë punë, edhe kjo punë komu trajtu në organet kompetente, po hajde në kuvend, të funksionalizojmë kuvendin, edhe i ki votat edhe për qeveri, bën edhe qeverin. Çështja e presidentit, e dim që duhet 80 vota, pra duhet konsensus. Partia Demokratike e Kosovës është e qartë në pozicionin e saj, ne jem opozit. Po të presidenti duhet konsensus. Vazhdojna me mendu që nuk duhet një subjekt politik me i pas gjitha pozitat. Edhe nuk e di çka është kjo tendencë e qasje autoritare ose diktatoriale me rënu dhe pak e ti, me e pas komplet. Albin Kurti ka fitu për shtetin, nuk për mjafton për shteti. Ai po e synën shtetin, se për shtetin e ka fitu. Ko 100% të ekzekutivit e ko të fitum, s'mundu me janol, as nuk jem të dosht me janol. Po me bo opozit, po për punët edhe defektet edhe dështimet që jam duke diskutu sët, ndërsa për punët e mira, në rregullim, dëshirojmë me u bo punë të mira. Nuk po i mjafton për shteti, e ka synim shtetin dhe nuk lejojmë me u ndryshu struktura dhe organizimi demokratik i Republikës Kosovës. Republika Kosovës është shtet i pavarur sovran, i shpollur me 17 shkurt 2008, duhet me rujt dhe me mbrojt, me forcu, e kem obligim të gjithë, sidomos na si gjenerata të reja, dhe me promovu me krenari dhe me pas energji e përkushtim maksimal me ndëshmëri dhe përgjithësi. Ndërsa për president është temë që duhet me emrri konsensusin. Ka akt vendim, dhe me që ka akt vendim, është një akt vendim, që parashet që duhet me funksionalizu kuvendi mrena 30 dite, prej ditës kur certifikohet rezultati. Nuk e kem po të arsyshme dhe nuk është arsyshme me e dërgu prapë për interpretimin njëjtë. Çka jem duke përgatit kallëzime penale që në mënyrë të jashtëligjshme janë duke i ushtruar detyrën edhe të kryeministrit, edhe deputetit, edhe të ministrit, edhe deputetit.
Edhe çështja e zënjes Haxhiu është duke u trajtuar nga ekipet tona të juristëve dhe do të adresohet në gjykatën kompetente patjetër. Nëse ti e përgjithësi dhe ekip direkt vendimorin, kërkon çfarë marrë të inspektoratit. Ideja ime është kjo, apo qytet inspektorati nga partia në pushtet drejt që përfaqësojnë kërkesën e tyre për drejtësi dhe kushtet punës të mbetëta. Po përsëritet dhe është përgjegjësi institucionale, mirë po konstitucionale, të kushtet mbetëta për sektorin publik. Edhe për porin, gjithë ata që kanë përgjegjësi duhet të përgjigjen, duhet të bëhen llogari. Konsideroj që është vonë.